الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Lutë Allahun që na bëjë sinqert në veprat, fjalët, lëvizjet, por edhe heshtjet tona. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me historitë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe ndodhitë e ndryshme të jetës së tij, të cilat janë mësim padyshim për neve. Sot e kemi sjellja e pejgamberit alayhi salatu wassalam me ish armiqt e tij. Transmeton Imam Buhariu radhiyallahu anhu rahmatullahi alayh, ku thotë se disa prej tabinëve, djemve të ri, patën shku njëherë në qytetin e Himsit, apo Humus, edhe ju tha dikush se aty jeton njëri prej sahabëve që e ka një histori me Hamzën radhiyallahu anhu. Ai ishte Wahshiu, që ishte rob në kohët Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, tek njëri prej Mekasve. Thotë shkum të takojmë ata edhe të mësojmë apo të marrim vesh historinë e tij. E dini ngjarjen e vrasjes së Hamzës, xhaxhait pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili një herë ka qenë edhe vëlla me Resulullahin nga qumshti. Vëlla nga qumshti, edhe aq nga preardhja, gjaku edhe farefisnia, por edhe vëlla nga qumshti. E takojnë Wahshiun të ulur në një pemë, hijet një pemës, edhe thotë e kish pas ftyrën e mshtjellët, sepse frynte era mos me hyn pluhuri në gojën apo në hundën e tij. Edhe i tham, a je ti Wahshiu? Na u kthy, po, unë jam. Thot, i tham, a ka mundësi të xhaxhojmë historinë tënde me Hamzën edhe me pranimin e Islamit e me faljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilën të ka bën? Thot, na u drejtu, po. Ullëm, thot edhe, po të regojnë për betejën e Bedrit, se si Hamza radhiyallahu anhu në këtë betejë e kishte mbyt një burr me emrin Tuaimet ibn Adi ibn Jubair, apo ibn al-Khiyar. Këtë burr në dy luftime ka mbyt Hamza. Thot, familja e tij u mërzitën shumë, edhe vendosën me bo një hakmarja. Thot, e dishin që ky ka qenë i guximshëm edhe i fortë me shtizë. Atëherë, thot, erdhi zotriu im Jubair ibn al-Mut'im, edhe më tha, nëse arrim në betejën e Uhudit me myt Hamzën radhiyallahu anhu, unë kam të liru. Është interesant në për disa tregime ceket se Bilali radhiyallahu anhu edhe Wahshiu kanë qenë shok para Islamit. Të dy kanë qenë rob. Po dallimi mes tyre ka qenë se Wahshiu ka qenë shumë i fuqishëm fizikisht, ka marrë pjesë në përmundje. Bilali nuk ka qenë i tillë. Bilali ka qenë njeri, po e quajta shumë kështu normal, domethënë, por subhanallah ka qenë më i guximshëm se Wahshiu. Edhe Bilali ka pranuar Islamin ndër të parët, 5-6 vetët e personat e parë. Edhe kreti ka duru lillah, për Allah. Kretë ato vështirësi e dini ju historitë e Bilalit, ku përmendet domethënë çdo vështirësi fizike se s'ka pas krah. Kur I ka pa këto sene
Vahshiu nuk ka guxu me pranu Islamin. Edhe pse ka qenë më i fuqishëm fizikisht, por na themi që fuqia e shpirtit edhe zemrës është më e rëndësishme edhe më primare se sa ajo thjesht e trupit. Bilali ju bën ballë gjitha këtyre problemeve, edhe në fund e blen edhe e liron Ebu Bekri radhiyallahu anhu, saqë babai i Ebu Bekrit, kur ndëgjoi për blerjen e këtij robi dhe lirimin, e kritikon të djalin duke i thonë, me shkoj kret pasunia, me të fukara, tu i ble robt ku janë ma dob bilet kisha blet dikon që është i fort, edhe që të gjinët ti edhe pi blen doptit edhe pi liron. S'ki kur farhajri nesër për tyne. Po fëmijët e Ebu Bekrit ishte një familje aq e përgatitur, familja e Ebu Bekrit, sa për çdo sen ishin në gjendje me gjet alternativ e me qetësu situatën më konë në përkraje të babës tyne, i cili ishte lider Ebu Bekri. Po flasim për kanë, për njërën më të madhë në ymmet, njërën më i madhë në ymmet. Këtë imani i ymmetit me një anë, imani i Ebu Bekrit në anën tjetër të peshojës i ranon. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Baba i Ebu Bekrit ka qenë i vetmi në familjen e Ebu Bekrit që se ka pranu Islamin, tek masi është çliru Mekja ai ka pranu. Përndryshe, kret familja ma e kompletume me Islam, në kret Mekë në konë familja e Ebu Bekrit, përveç babës. Fëmijët, Aisha, Esma, Abdurrahmani, fëmijët e Ebu Bekrit, për me menaxhu situatën me gjyshin e tyne, me bablokin e tyne, çka banin? Kur thoshte plaku, ku djali jam veç po blen rënd. Ai i harxhoi kret parë. Ata shkonin i thonin, o gjysh, sa duhet ma pare baba. I mërnin do gur, i shtinin me një qese, edhe ja qanin plakit se ai ishte i verbër, ishte verbu nga mosha. Ja qanin edhe i prekt, ai nuk di kemi dalu, ajo në copa dukati a qka, aha, mirë qenë ka puna, mirë, pas ka hala pare. E dini Ebu Bekri, dyherë ka thonë komplet pasurin lillah, për Allah. E pa të dhe Bilalin, Wahshiju, shok me Bilalin, por jo guximin e Bilalit. Wahshiju, kur e pas si shans që i dha zotëriu i vetë, nëse myt Hamzën, që më ka myt Agjër në Bedër, nëse myt ti në Uhud, unë kam e të liru. Këta për thot Gjubejr ibn Mut'im. Edhe u përgadit Wahshiju, a i ka pas kanajt pak si anash, edhe nuk ka pas qëllim armitësi me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me Hamzën, me ato me këta, thjesht ati i ka interesu veç mu liru. Edhe nuk ka dash mu përfshin konflikt. Prandaj, kur ka shku në Uhud, nuk ka luftu ma askan tjetër. Veç ka përcjell Hamzën. Ati i ka interesu Hamzën. Deri sa, thot Hamza myti filanin, e myti fistekun, e myti ata në betej, thot edhe, kur e pash që mu drejtu mu, mora thot që gjym edhe, e gjujta, si duket nga mrapa ka gjujt. Edhe thot, ranë tokë, kjo e ka përfundu me qaq. S'ka luftu ma shumë. Pastaj është liru, e dini, këtu një ndërhyjme të dashur vëllezër du me bo, me përmirësu pak një figurë të asaj kohë edhe një keq kuptim të besimtarëve, ku shumë mendojnë që edhe në film, në 79-ën, Mustafa Akadi që ka bërë regjisor, ka qenë filmit edhe është aprovu si film, ka disa detaj që janë të keq kuptime. Hindi, nana Muavijut, gruja Abu Sufjanit, Abu Sufjani lider, Muaviju lider, pastaj Muaviju edhe presi besimtarve. Aty përmendet se Hindi e ka pagu, edhe i ka thonë, e ka liru, Wahshiju i ka thonë shkome të Hamzën, se ma ka myt babën e ata këta. Në fakt,
Historia nuk e thot këtë gjë. S'pa ku burimet e sakta, siç është transmetimi i Imam Buhariut. Hadithi 4072. S'ka të bëj hindi me ngjarjen e Hamzës. Tjetër kush kretë është muhabeti. Plus kësaj, nuk është që ajo e ka marrë, edhe është betu që unë nuk ha bukë, e nuk veshje, nuk lame, nuk ndrome, nuk pa myt Hamzën edhe pa marrë kokën e tij, kafkën e tij, me pi raki në kafkë të tij, nuk është e vërtetë. Edhe nuk është e vërtetë që trupi Hamzës, radhiyallahu anhu, është marrë dhe i është shkut koka, edhe ju ka qua asaj gruas atje, edhe ajo pastaj ka festu të pi raki me familjen e vet në kafkë të tij. Nuk qëndron kjo. Thjesht Hamza është myt, komplet trupi i tij me kokë me kretë është varros. Në Uhud, mas 40 sa vjete, ka një sel, një vërshim, i ka zbulu trupat, e kanë po Hamzën tabinët, mas 40 sa vjete, vdekje, e kanë pa se hala po i del gjaki, ma në që aty e ka gjakin në trupe, anë e këni me krye, me kame, me kretë trupi ti. Jo pa krye. Pastaj prap ka ndodhur mas disa qindra vitesh njëjtë me u zbulu trupat e tyne, gjithsesi është unë pasaj një pengesë që mos me ndodhë kjo gjallë. Pra, Hindi, nana e Muavijut, gruaja Abu Sufjanit nuk ka hise në këtë muhabet fare. Jo mundu me këqyr me gjithë si ka ardhë deri të këtë kuptim, por Allahu alem, Zotë e din, nuk kum gjithë diçka, ndoshta thjesht prej filmit të bërë në 79-ën, ka ndodhë këtë kuptim. Gjithsesi, kthehemi te tema. Masi është myt Hamza, masi ka ra shahid, pejgamberi alayhi salatu wasalam është mërzit shumë për ta, ju e dini, edhe kjo është liru, Vahshiu, ka jetu në Mekë, apet, se këta nuk kanë pas në temel, në kabile, në rreth ku mu transferu edhe me fillu jetën nga zerja. Rob, në atë ku rob zezak, e dini ata i kanë pas problemet e veta se ka kanë shkuje në robnu. Edhe kanë e që aty me që ata njërë që i kanë joftë, por kur është çliru Meka, edhe fillu njerëzit me pranu islamin me të madhe, Vahshiu, kur ndodhi çlirimi i Mekës, u friksu me najt aty. Çka bone? I kishte në Taif. Taifi, një qytet 120 km parafërsisht në male poshtë Mekës, edhe aty jetoj për pak kohë. Sa jetoj? E takoj këll burr, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi një lajmëtar për t'i ftuar në Islam banorët e Taifit, prej atyne që ju përgjigj kësaj ftese ishte edhe Vahshiu. I than njerëzit, shko te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me këtë Davegjin, ky që pjofton në Islam, ka shkuar ka ftu komplet qytetin. Tash ka njerëz që pranojnë Islamin që aty. Ka njerëz që thonë dojna me ardhna, me ty, me pranu Islamin në pranit pejgamberit alayhi salatu wasalam para ti. I than Vahshiut, shfrytëzoje këtë situatë, shko edhe ti me këtë lajmëtar, me këtë misionar, shko te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pranoje Islamin. Se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i myt njerëzit në situata të tilla. Se si as në betejë, as kur gjenë të shku me pranu Islamin. Shkoj bashkë me këtë lajmëtar, para pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe me njerëz të tjerë, edhe ra shahadat, pranoj Islamin. Rasulullah alayhi salatu wasalam i tha, a jeti Vahshiu? Tha po. A jeti që ma kemyt agjën të Hamzën? Tha po. U mërzit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por normal Islami i tij është Islami i tij. Nuk ka dorë pejgamberi alayhi salatu wasalam me thonë ti ban me pranu Islamin, ti zban me pranu Islamin.
A e kuptoni të dashur vëllezër se sa e rëndësishme është kjo fe, ama me kuptu që duhet, se nuk ka këndojmë na me shtin xhenet, e këndojmë na me çu në xhehenam. Vjen njëri, ti hitë se dënë, me ty ka pas probleme ku e di që e pranon islamin. Edhe të vjen në xhami edhe ti shki kur fal drejtë mi thon atij pse e ke pranu. Prandaj, po shilloj veten edhe juve, sidomos është një gjenerat e vjetër, për fat keq, të cilët kur vinë në xhami, kur fillojnë marrë në xhami, ose kanë bo, po them kështu kushtimisht kanë shu pak rrojnë në xhami, mendojnë që xhamia është e tyne. Fillojnë me qitë rregulla, me kush hyn në xhami me e këqyr, kush ja nis me u falë për spari me e kritiku, ja ka nis njoni, so falë 60 vjet, 70, 100. Kur ja nis marrë në xhami, ky tjetri i thotë, a i ke nis edhe ti, çka s'ke bën ti përpara sot në xhami po vesh. Ti s'ke drejt mi thon ashtu. Nëse dikush do t'i thonë të dikuj që është atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i thonë të, do t'i thoshte Vahshijut, mare Vahshijut, ku vepron në islamin? Pa din ti që ma ke myt axhin. Axhin ma ke myt. Njënin prej luanëve të këtij umeti. S'ki me pranu islamin. Kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shujt, dhe vetëm në gjonë që i ka thonë, sa herë ka pa Vahshijun është mërzit. Ka thonë, a ka mundësi sa ma pak me të pasë se shumë po mërzitëm ku për të shoh. Ti pranoj islamin, ki më konë gjennet li me izën të Allahit, edhe aja sahabi, së ne mohojmë këtë gjanë. E jona është që kur vjen dikush në xhami, absolut, nuk bën muni keq prej meje ose prej teje. Bën muni keq ai që bën ardh. S'ka në zemë me bën ki xhamia, ajo mesele tjetër. Vallai shftoft në xhami, s'po shkoj në xhami. Ama më thonë ishin një xhamat i keq në xhami, po më qyrin shtramët. Kur s'ka drejt me uni keq ti kërkuj. Jo e dini se në islam nuk është arsyeshme që nëse janë mafru xhamati, janë mush safat. Ai më shkoi zotnia, domethënë më ardh dhe mi qa safat, mi qa 2 vjet, domethënë prit një sonë po du. Ti nuk bën mi qit pozit pa lakmush me njerëzit. Edhe kështu Vahshiu thot sa ma rralli kam dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para. Kur ka vdekur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ka fillu me u bë e madhe çështja e Musaileme Kedhabit, Musaileme Ranacakut, i cili ka shpall veten pejgamber. Kanë bërë disa beteja Ebu Bekri kundër tij, edhe ka thonë Vahshiu, sot është dita unë me e fshin paka shumë gjunahin që e kum ba. E kum mytë një prej më të dashurve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, tash ta mysni armik prej armikëve më të mëdhtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe të islamit, ndoshta Allahumma fshin ata me këta. Se Zoti ka thonë veprat e mira i fshin veprat e këqija. Prandaj ka marrë edhe ka shku në për disa beteja me atë fis, me atë gjemat të ati gënjeshtarit, edhe të njëjtën pozicion që ka mytë Hamzën, në njëjtën formë ka mytë edhe Musaileme Kedhabit. Edhe ka thonë gjithë jetën, deri kur ka vdek, ka thonë, e vetëmja gjonë që mendoj, Allahu Gjeleshan me ma falë, ose me ma zbut dënimin ose përgjithësim ndaj Hamzës, radiallahu anhu, është që kjo, që ku mytë një prej armiqve, prej mashtruesve, prej rënacakve, pejgamberve të rajshëm, Musaileme Kedhabit. Pra, jemi duke folë se si sillej pejgamberi alayhi salatu wassalam me armiqtë e tij. Është edhe rasti i djalit të Ebu Gjahlit. Djali Ebu Gjahlit ka qenë prej armiqve më të mëdhej të Resulullah sallallahu alaihi wasallam me emrin Ikrima. Ikrima ibn Abi Jahl, i biri Ebu Gjahlit. Njëjtë edhe për e ka luftu Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kur është çliru Mekja, çka kanë bërë këta? Kanë ikë për Mekës. Ka shku në Gjidde,
edhe ka hyp anijes. Ka pagu anijen me dalë, me i kanena me shku në kontinent Afrikës. Në dalgët e detit që kanë fillu dalgët, Ikrima ka fillu më tut, edhe ata gjithë kanë fillu më u friksu, se dalgët më dhaja. I ka thonë përgjithësi anijes, kapitani, ka thonë o burra, leni lutjet e këtyne zotave në tokë, se ta që bëjnë dobi këto. Lutjuni veç ati të madhe të nalë, Allahut. Ikrima i ka thonë, qëka e do thonë shumë? Thot, qëka e do thonë, vallaj qëka është e vërteta. Sahen na jesim në zarë, edhe në siklet, i kthejmi ati nalë. Kur jemi si në qef, i lutmi edhe këta poshtë, atë gurë dhe drunt, ama kur jemi taman në siklet, veç ati nalë. Thot, po a din mërbur ti, se une jam të ikë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bashkë për qëton që s'po du me besu që atë Zotin altë. Unë jam të besu i idhujt, jam politeist dhe më dhanë adhuru si shumë zotave, ti po më thu që unë me ikë për Muhamedit alaihi salatu wasalam, duke e lutë Zotin e Muhamedit. Dhe dhe vallaj ti, a i beson ati, as i beson, a ikë për ti, a qka, unë nisam për thamë. E veç ati në altë lutë jo, se s'ki shpëtim tjetër, sa aja është në këto situatat shtira për me të pështu. Ikrimi ka pas edhe autoritet, ka pas edhe pare. I thot nale anijen edhe ktheje prap. Për çka me këty prap? Thot vallahi, nuk iki ma prej Zotit Muhamedit alayhi salatu wasalam, i cili është qenë ka Zoti i vërtet. Ktheje edhe shkon ndrejt prej aty, shkon te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pranon Islamin. Edhe këtë pranon Resulullah alayhi salatu wasalam. Edhe këtë nuk e ka refuzu, po ashtu ka qenë njëri prej njerëzve që e kanë armitsu pejgamberin alayhi salatu wassalam, thot fisi vet i këtij njeri kishin zonë disa sahabë robë, disa shokë Resullullahit. Mundësisht në ngushtoni sa të keni mundësi, mbledhuni ka pak, jepjeni mundësi vllaznive në arme. Ulluni pak ma të mbledhër. Allah i rujt. Moshni safat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ja kanë zonë shokët, atër tha, kush kaloje prej fisit tyne, zajeni edhe ju me i shkëmby robët. E nëzën njonin prej qati fisi, e kapën e prun të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lidhër. Edhe tha pejgamberi, majeni, jepeni ushqim, edhe të bëjnë negociata për me ne i liru shokët tanë. Ky burri, në atë qasë tha, ja Rasulallah, tha, më zot mu, po unë jam musliman. U këty pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe keshi. Tha, ku ke e bre burë, tha, para se me të lidhë, me kalzu që e musliman. Tha, shta ku me të besu, të lidhën ma. Mos jetu thonë veç prej zorit që të kena zonë. S'kemi një as me të dëmtu, as me të mytë, as me të bokur gja. Thjesht dojna me këthy vlazit tonë, shok tonë, ty me të qute kabilja jote. Tha, të kishe thonë para se me, të kish milon, po, se normal ka qenë e strategjia që pe pranoj islamin vetë sa mem liru. Normal, Allahu Gjaleshanu ka mujtë mi të rëgu pejgamberit alayhi salatu wasalam, a është për me musliman apo jo? Por ka pas rast se kur Zoti Gjaleshanu e ka shujt situatën, e kalon formën njerëzore, më marë njëni me tjetërën. Shambull, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka ditë ka me fitu betejën e Bedrit edhe betejën e Uhudit ajo. Po qa ka bat të natën ka bo doa, i ka marrë sebepet në betejën e Bedrit ka fitu, në Uhud ka hu. I kalon Zotit dosane njërë njerëzore. Allahu Gjaleshanu kur kanë shpif për Aisha radhiyallahu anha në moral, pejgamberi alayhi salatu wasalam është mërzit. Edhe me ditë të tëra kanë eti mërzitur nga se munafikët kanë shpif. Allahu ka mujtë ditën e parë me zbrit Gjibrilin alayhi salam edhe me thonë kjo mesele është rënë. Ka dojë Zoti me lonë me i testu. Kush për qëndron hak, kush për shpif, kush për bjen për provimet. Allahu gjithë se cilët njeri ja bjen një moment
ku i merr vesh të tjerët, e merr vesh rrethin, i merr vesh akrabat, i merr vesh shoqnin. Edhe sa pejgamberi alayhi salatu sallam është mërzit shumë. Dhe që ata që i kanë nejtë nga e mas sa dite, Zoti ka zbritë ajetin kuranor, Aisha veç ka, as buk s'ka humër. Kanë shku të Resulullah, të Aisha kanë thonë, e bëshiri, myshte, Allahu të pastroj nga shpifjet. Aisha të ka thonë, a erdhë përmes hadithit, a përmes ajetit, vallahi tha Zoti ta zbriti ajetin prej shtatit qelë. U qu edhe i ranë sejtë Allahu Gjelleshanu i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, po i binë sejtë Zotit tamë. Dhe vanë se ma i rëndësishëm me Zotit se sa pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj, në këso situata, Allahu Gjelleshanu ka kalon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mënyrë njerëzore me zgjidh gjana. Jo gjithmonë me shpallje. Që më thonë njerëzve, ka situata kur edhe ki me vujt, po jenë hak, po ki me vujt. Mu ballafaqu me problemin, me hyn problem me dal më i fort. Edhe këti burrin nuk i erdhi shpallja e majtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa dorëzoi e kompenzoi apo e ndroi me shokët e vet, edhe ai pastaj normal ka qenë besimtar. Gjithsesi, të dashur vëllezër, masive që edhe jemi në fund. Çdo që ndodh në Islam është ndaluar njeriu me u sjell keq, me i bën zullum tjetrit veç se po ka mundësi. Allahu ka thënë në Kur'an, nëse urreni dikën, asësi urrejtja ndaj tyne, mos më ushti me bën zullum. Nuk ban me bën zullum. E kam unë mundësinë, po e shfrytëzoj rastin. Kjo është haram. Edhe nëse urrejni dikën, po thotë Allah, bëni të drejtë thunë hakin. Po ashtu kemi ajetin tjetër. Edhe nëse është haku kundër teje, që dush me thonë që është, edhe nëse ty takona. Janë një shambull se po du me përfundu. Ka rast kur besimtari bjen për provimit shumë lehtë. Ka qenë të vozit makinën pa rrëtë sigurimit. Edhe në alë policia thotë, rrëbën e sigurimit, që be sa e heka? Nëse se ke pas, mos i thuj që sa e heka. Se të bish për provimit. Po burnia nuk është, s'ka lidhje kusha para teje. Nëse se ke pas rrëbën e sigurimit, thuj jo, se kum pas, vëllaj. Se kum pas. Ama dënime, vëllaj, s'kam që me të ba, se burnia ma madhe se dënime. Se ti mës me rea ma madhe ma rëndësishme, se ti të Zoti për rem. A të për mës me rea qëtë. është një rregull në Islam që brendësia jote du të më kanë e pastër. Ti të banë shansën e parë për 30-50 tash që kanë ba mashtret. Pe bjenat, po nesër me pas të diqka ma të rëndësishme, me dëshmu diqka. Në interes djallit tanë ose në interes atit hujit. Nuk banë me ba. Nuk është vesh fjallë Islamit. Lidhja raporti me Allah nuk është vesh fjallë. Është që timi adhon besën Zotit që në vetëmi, në publik, në interes tamin, në interes tjetrit, jo në interes tamin, unë kam e thonë hakin. Unë kam e thonë i drejt, Zotin tamu nuk e mashtraj. Se s'muj me mashtru, unë nuk i bëj hile Zotit tamu. Rasulullah s.a.s. është cilë drejt me gjithse cilë. Ndaj këtu është ajo morali nalti besimtarit. Me të parën me rapi provimet. Shkona vuptan aty pak ja ka grit kjerën ik. A i takon burit musliman me ikbe, ja ke grit kjerën tjetërën. Qysh ti me do Allahit ditë kiametit. Ajde se kur qaf është një vi, o vlave jam, ti me që të vi bish për provimit të Allahit. Ti nuk bën me bo këta. Pa marrë për asu që të kushtanë. Ose ai tjetri atje ka ndodhur në ndeshje në diçka, po më thën çapa, mos rrej, nëse s'është mos rrej. Po si më të nxjerrë objektivin sigurimit, po nuk bën më rrej muslimani. Mozni. Quhet murue, është një ndërgjegje brendshme veç te dhe Zoti. Ja shoha filonit. Ku i bel shoha? Ki me dhon llogari për Allah në ditë kiametit. Vallahi. E çan aty laminatën e presht të pinë e shkyme, drejtarën e dëmtume, kuzhinën e... Së morë vesh. Pa jo, vëllaja, ty nuk ta kanë se ti në sesh dhe vjen Allah. Ty s'ta kanë kjo gjanë. Masën e lypë Allah me një mund këtë i metë. Po nuk e një manë Zotit. Fëmijët vëllaja është po nuk dalin halal, se si ke rrit me halal. Del maksimum më mënu. Edhe thotë po që ja kum lypë halalin. Qa ke lypë halalin? Po ja qoha pak ma si, po gjithë ja lypë halal.
A i ke kazu që qëto ka një vrejtje, po s'ku mujtë ma mirë me ta, po jo si unë kazu, po qëfar halali? Ti e ke bo dalaveri, ke bo ati. Që e halali që e ke lyp, te Zotit s'është halal. Se a i sot e marrë me që kazaj, bo në burë kazaj, të burë ma ban halal, qëto ka një vrejtje, filan puna që ta kumbo, po s'po mujtë ma mirë. Që ta ban mësë një halal, në regulli. Ti vi ban hile, kuj vi ban hile? I bjanë se është Zotit, edhe i ban hile? Jo, vaja.